Armando Broja ishte titular në ndeshjen e parë të vitit 2026 për ekipin e Burnley. Sulmuesi shqiptar duket se ka fituar plotësisht besimin e trajnerit Scott Parker dhe fal paraqitjeve që ka dhuruar po merr një rol protagonisti ndeshje pas ndeshje. Edhe në sfidën e sotme në transfert ndaj Brighton, Broja u rreshtua në fushë nga minuta e parë. Kjo ishte ndeshja e 14 në këtë edicion për futbollistin shqiptar me fanellën e Burnleyt, por duhet theksuar se ka nisur si titular 4 nga 5 ndeshjet e fundit në kampionat. Ndërkohë në radhët e ekipit vendas u aktivizua nga minuta e parë. Një tjetër sulmues shqiptar, Brian Gruda, Broja luajti vetëm 63 minuta dhe u zëvendësua kur rezultati ishte 2-0 për Brighton. Armando Broja duket se gradualisht po rigjen formën që të gjithë presin teksa po merr minutat e skuadra e Burnleyt, duke u shndërruar në protagonist absolut me gol dhe asist në ndeshjet e fundit. Në një intervistë të dhënë për faqen zyrtare të Burnleyt, Broja ka treguar se ka ndryshuar shumë në krahasim me më parë. Ylli shqiptar pritet ta nisë sërish titular edhe duelin ndaj Brighton, teksa në prononcimin e tij ndër të tjera deklaroi: "Kur kam luajtur për herë të parë është e lodhshme sepse e di se sa kërkuese është Premier Liga. Është shumë e vështirë për çdo lojtar. Është kampionat shumë fizik dhe është shumë e vështirë që të mbash ritmin në çdo ndeshje që të kesh vazhdueshmëri. Prandaj mora pak kohë që të ndërtohesha ashtu si duhej fizikisht. U stërvita çdo ditë, çdo javë që të bëhesha më i fuqishëm dhe jam edhe më i shpejt tani. Trajneri më ka hedhur në fushë dhe kjo më ka dhënë shumë besim edhe nga aspekti psikologjik. Tani jam shumë më mirë se sa më parë. Jam gati edhe për ndeshjen tjetër me Brighton. Jam stili i sulmuesit që lumturohem kur shënoj, por nuk dua vetëm këtë, dua të jem pjesë aktive në ndeshje, të dribloj, të krijoj shanse për të tjerët dhe për veten. Dua të jem gjithmonë aty duke luajtur futboll dhe jo vetëm që të pres shansin për të shënuar. Tani jam rritur shumë në krahasim me më parë dhe ndihem më mirë", u shpreh Broja.